Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Allahun azza wa jall e lavdërojmë, ata e madhrojmë, e falenderojmë Zotin, krijuesin e gjithësisë, mëshirëplotin, mëshirbërësin, sunduesin e ditës së gjykimit, ndërsa salavatet dhe selamet i dërgojmë pejgamberin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen Allahut azza wa jall do të vazhdojmë me haxhin dhe dispozitat në lidhje me haxhin dhe umrën. Jemi ndalë pothuajse në përshkrim se si është forma e umrës edhe e haxhit deri pothuajse në ditën e parë të Bajramit, kur njeriu largohet prej Muzdelifes, e që kemi thonë është sunet, të disa thojnë është vajib, më ne deri të lind dielli, deri të mas agimit, e disa thojnë është deri të mesnata, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lejuar gratë, pleqt, fëmijët dhe të smurit, edhe përcjellësit e tyre të largohen mas gjysës së natës prej Muzdelifes edhe të shkojnë në Mina, rrjedhimisht edhe mundën me i gjugurt me njëherë, edhe me shku edhe me ba tavafin, dhe më thonë edhe qofse është para se me lind dielli, mirë po këta cilët janë shëndosh e mirë, ashtu si që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shumica e besimtarve se kanë qëndruar në Muzdelife deri në agim, i e kanë falë sabahun, aty e mësandej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku të Mish'ar, është një vend që tash është xhamia në Muzdelife, është lutur deri sa është skuqur horizonti, e nuk e ka pritur lindjen e diellit në Muzdelife, mirë po para lindjes së diellit vetëm është nisur për domethënë Mina edhe me shkuar me i gju xhamaratet, edhe të kem treguar se rrugës i ka thonë Fadl bin Abbasit radiallahu ta'ala anhuma me sjell disa guraleca për me gjujt, edhe ja ka sjell 7 guraleca, edhe kem treguar madhësinë e tyre guralecave, janë domethënë më të mëdhej se liblibia e më të vogël se lejthia, që është mesatarja e gurve, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i merrte ata gurë në dorë, edhe i lëvizte edhe ju tregonte se ishte hyrë në deve, edhe i thoshte me kësi gurë gjuani, edhe keni kujdes të primit e ekstremizmit, se ajo që i ka shkatruar popujt para jush ka qenë pikërisht të primi dhe ekstremizmi në fe. Pra çështje e vogël për dikon mendon me i gjugurt, hajtë se së gale, në më thonë edhe me kom pagurin më i madhë, mirë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë punë e ka lidhë direkt me ekstremizëm dhe ka treguar se ekstremizja edhe të shkatron, te fillon me pak, mirë po një zot e din masandej ku përfundon qoftë se fillon te me e shtrëngu. I ka gjuajtur vetëm Gjemratul Aqaba, vetëm ato të fundit ka vjen për Minas, është e para ka vjen për Mekës, ndërsa është e fundit ka del për Minas. Aty i gjun 7 gurë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe rrugës, dhe më thonë deri se u afru te gurt, ka bo telbije lebejk, Allahume lebejk. Kur është afru te gurt, dhe më thonë e ka ndërprej telbijen, edhe ka filluar me bo tekbir, me secilin gure që e ka gjujtur, ka thonë Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 guraleca, edhe masi që i ka gjuar guralecat, ka vazhduar, për aty nuk është ndalë ditën e Bajramit me bo dua. Edhe kemi thonë njeriu duhet me pas kujdes me i gju 7 guraleca. Se ka për i djetarve, dhe me thonë që thjesht një me mos me gjujt, që pëse ki dyshim, a i ke gjujt 6-7,
gjithmonë me e marr për bazë atë cili është numri më i vogël, që në këtë rast është 6. Nëse dyshimet lind mbas që ke kaluar nuk prish punë. Mirë po nëse je i sigurt se realisht nuk i ke gjuar 7 apo i ke gjuar 6, ne kemi sqaruar se ka për dietarëve që thonë një kime dhe 2 kime nuk ka nevojë me prej kurban, po për secilën kime e ushqenit varfër, se nuk është shumës. Apo një thu dhe 2 thu që e prejnë, kemi thonë nuk janë shumës edhe për to nuk i nevojë me prej kurban, mirë po duhet domethënë me ushqy për secilën kime apo për secilën thu kanë të varfër. Edhe te gurt ka për dietarëve thonë që për një guri, 2 guri, nëse je sigurt që e ke lënë mongo, nuk ka nevojë me prej kurban, mirë po e ushqen një të varfër, ndërsa nëse i ke lënë 3 gure më tepër, faktikisht atëherë duhet me prej kurban ose duhet më kthyë edhe herë, domethënë me i xhuë. Masandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vazhduar e ka prej kurbanin. E mas kurbanit i ka rru flakt. E mas që i ka rru flakt, është pastru, është parfimos edhe është shkue në qabe me bo tavafin edhe me bo sajin. Kjo ka qenë radhitja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po atë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur ditë vetë vazhdim, ka thonë se njoni i kum gju gurt, masanen e kum prej flakt, ka thonë i kum gju flakt, i kum gju gurt, kum shku më bo tavaf, s'ka pyet pe këtyne tjera, domon a është qitë të rani njona për para tjetër mrapa, veç ka thonë if'al wala haraj, dhe më thonë bëne edhe nuk ka dert. Radhitja, dhe më thonë nuk është kusht, mirë po, dhe më thonë pejgamberi se me ka pas këtë radhitje, i ka gjugut, e kjo sunete, i ka prej kurbanin, i ka rru flakt, e mas andej ka shkue, e ka bo tavafin mirë, po edhe qofse janë ndrën venin këtyre nuk prish punë. Tash me kurban nuk kem punë në fare, se realisht, dhe më thonë njeriu në mënyrë private, ma nuk mundesh me prej kurban atje, nga se ka thërtore të posaçme me gjitha kushtet dhe më bashkohore, edhe me higjenë shumë të lartë dhe më që prejen, dhe më thonë me miliona kurbana aty. Ajo që është më rëndësi edhe me ditë është se janë 3 gjëra që në lidhet njeriu me lerimin prej ihramit. Është mi gju gurt, mi rru flakt edhe me prej tavaf, me bo tavafin. 2 prej tyne me i bo, realisht njeriu lirohet lerimin e parë. Qofse i bën 3, faktikisht i liru plotësisht. Edhe thjesht lejohet çdo gjë, jo haramet, po të lejohet çdo gjë që ka qenë e ndaluar për tyje, e ka qenë e lejuar më herët, po është të ndaluar për shkak domethënë të ihramit. Masane pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shkuar ka bota tavafin, tavafin ashtu siç e kemi sqaruar domethënë në ligjëratën e kaluar, është njësoj mas tavafit kemi treguar se pas çdo tavafit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fal 2 rekate mas makamit Ibrahimit, dhe kemi treguar se në rekatën e parë ka kënduar Qul ya ayyuhal kafirun, në rekatën e dytë e ka kënuar Qul huwallahu ahad, edhe thjesht masandej është ardhur ka marr edhe herë domethënë ka bë me sharet ka guri. E masandej, masi që ka kry punën e tavafit, ka shku ka pi ujë Zemzemit, se ujë Zemzemit ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se është domethënë ushqim për të rriturin e ilaç për të smutin. E ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se uji Zemzemit është për atë çka pihet. Atë dua që e kërkon gjatë pirjes së atij ujit me lejen e Allahut azza wa jall, Allahu ka me ta domethënë realizuar. Për atë ka shumë raste që kanë treguar vetë dietarët se kanë bërë dua edhe Allahu azza wa jall ju ka realizuar duat e tyre kur kanë pi ujë. Tregohet për Ibn Hajerin, një prej dietarëve të njohur në botën islame, kur ka qenë më i ri, thot pisha ujë Zemzemit, thësha o Zot, ma jep hifzin, memorien, e një djetari tjetër e ka pasa me dhëhebi. E realisht, Allahu azza wa jall ka nderuar këtë njeri me dije, me hifz, me memorie, e thot masoneri kur jam rritë kom kuptuar që edhe memoria e tij na kish pas ka pak defekt. E kapi dietarëve që thonë kur e ka pi atë ujë Zemzemit është lut o Zot, pe pi këtë ujë e lutja jeme gjatë pirjes së ujit që pejgamberi sa ka premtuar se realizohet lutja dhe pranohet, kam dëshirë që Allahu azza wa jall më ma largu etjen nesër në ditën e gjykimit. Mirë po thash,
është mirë me pi ujë masi që të bën tavaf, se kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bile ka ardhur disa transmetime edhe pse hadithe janë të dobta që realisht ka piu, domosdoshmë është mirë me pi ujë derisa edhe barkun e mush me ujë, mirë po nuk është hadithi domethënë i vërtet. Kanë ardhur disa lutje, domethënë jo nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po disa lutje prej disa sahabive, disa prej selefit që kur kanë pi ujë kanë bërë dua Allahumma inni es'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da. Pe Ibn Abbasit, o Zot, të kërkoj dituritë të dobishme, rrezik të shumt edhe shërim e ilaç për çdo sëmundje. Masandej, domethënë, kur të kryen kët, njeriu e bën tavafin, e bën edhe sajin, nëse se ka bërë sajin më herët, se kemi shpjeguar që janë disa lloje të haxhit të tamattu, që e bojnë shumica haxhive të këtu në Kosovës, i ka 2 tavafa dhe 2 saja. Pra e bën tavafin për umre dhe sajin për umre, edhe këtë ditën e Bajramit e bën tavafin edhe sajin për haxh. Mirë po është një lloj apo 2 lloje të haxhit që quhen qiran dhe ifrad, që tavafi i parë që e bën është sunet, e është tavafi domethënë i ardhjes dhe përshëndetjes së Çabës, ndërsa me ta e bojnë zakonisht njerëzit të sajin. E ky saji është i haxhit, që i bie që realisht ditën e Bajramit ata që e kanë këtë lloj të haxhit nuk kanë nevojë me bë saji, nëse e kanë bërë më herët, po mjaftohen vetëm me bë tavafin. Mirë po thash për neve që e bojnë tamattu, që i bojmë me umre edhe me haxh të veçanta, e kem 2 tavafa edhe i kem 2 saja. E masandej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kthye domethënë në Mina edhe ka qëndruar 3 net aty. Nga se ka ardhur në ajete kuranore, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dhe përmendën e Allahun në ditët e caktuara. E dietarët thonë ditët e caktuara janë për qëllim, domethënë këto ditët 3 ditë domethënë e Bajramit, domethënë ayamut tashriq quhen. Aty mundesh me nejt vetëm 2 ditë, e më mirë është me nejt 3 ditë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nejt 3 ditë. 3 ditë ka nejt mas në ditës së parë Bajramit, ka bujt edhe i ka gjuar 3 herë domethënë gurt. Po edhe nëse 2 herë me lejen e Allahut azza xal nuk prish punë. Mirë po gurt në ditën e 2 dhe 3 apo të 4 të Bajramit nuk gjuhen se ditën e parë Bajramit. Se ditën e parë Bajramit tham gjuhen njeriu mas sabahit kur hyn Mina i gjuhën. Ndërsa këta në ditën e 2, 3 dhe 4 duhet me prit drekën, me hik koha e drekës e masandej me i gjugurt. Nga sa hadithi e Xhabirit kur e transmeton se si ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot se i ka gjuajtur gurt masi që ka ardhur, e ka kaluar zenitin dielli dhe ka hik koha e drekës, e ka ardhur në për transmetime për Ibn Omerit se e prit shumë, edhe pse i shumon më herët të gurt, e prit shumë desa, e pa i shumë që domethënë e ka kaluar dielli zenitin, që mu sharua dhe mu vërtetu se është hi koha e drekës, e masandena kemi gjuajtur gurt. Edhe kjo është mendimi i shumicës së dietarëve. Mund po thuaj se shumica absolute thonë që me i gjuh gurt në ditën e 2, 3 të Bajramit apo të 4 para drekës nuk llogariten. Duhet me i gjuh prap mas drekës apo duhet me prej kurban. Disa prej dietarëve thonë që ditën e 2, 3, 4 Bajramit përfundon me perëndim diellit, mirë po mendimi më i saktë që e përkrojnë edhe dietarë të tjerë, Sheikh Ibn Bazi, Sheikh Uthaymin, se realisht ditën e 2 të 3 prej drekës deri në sabah njeriu ka kohë domethënë me i gjuh gurt. Mirë po kur ti gjuh gurt në ditën e 2, 3 apo të 4 të Bajramit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka gjuh gurt e u pozicionu ka una e djath. I ka gjuh gurt, e ka vazhduar më përpara, e u kthy ka kibla, edhe është drejtu me durr të ngritura dhe ka bë do, edhe ato ka bë bajag i gjatë. E masandej ka vazhdu të xhemerati e 2, të gurt e 2, nonën e majt i ka gjuh gurt, e ka vazhduar pak më përpara nonën e majt, edhe u kthy prap ka kibla, e i ka ngrit durrt, e ka qëndru gjatë, edhe i ka lutë Allahun azza wa xal, edhe ka vazhduar te e 3 i ka gjuh gurt, edhe masi që i ka gjuh gurt te e 3 ma nuk u nal fare, mirë po ka vazhdu, mirë po ka qëndruar gjatë 3 netëve ka qëndruar në Mina, s'ka zbrit në hotel.
Edhe thjesht nuk dihet se e ka lejuar, ja ka lecu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dikujna me mos më nejt mina vetëm abasit agjës e tina, që i ka thonë pejgamberi se dhe më thonë ata Mekës, ato fiset e Mekës, se cila për shkak nderit e kanë pas kaj detyrë në Mekë. Dikush i ka mojt qeset e qabës, dikush dhe më thonë ka dhonë ujë, dhe më thonë vizitorve që kanë orë me bo haqja po umre. Kjo nderi ka taku familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pe tyne ka qenë Abbasit që ka metë po thuaj se agja i vetëm e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i kom mbikëqyrësi i familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i agjallarëve edhe fëmijëve të agjës që janë për kujdes për ujë edhe me nxjerr ujin e Zemzemit që më ofru njerëzve që kur vinë me bë tavaf, më javçi që i thonë nën për bidon e kështu që më pas hazër ata me pi ujë ose nëse kanë nevojë me marr abdes. Këtë detyrë ka kryer Abbasi me fëmijët e vet edhe me kushërit e vet edhe me ata robët e tina. E për këtë arsye i ka kërkuar leje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka mundësi që unë mos më qëndrua me juve në mina, po me shkue me mbikëqyr punë, dhe më thonë e nxjerrjes së ujit dhe servisit që ja bojnë haxhive duke i afruar ujit e Zemzemit. Edhe kategorinë e dytë që i ka lejuar ata që kanë qenë, dhe më thonë bari, të cilët kanë pas kafsh, deve, që kanë pas ndoshta me 10 me qindra, mos them ndoshta me mia, që realisht mina kone mbi popullume me njerëz, nuk e mujt që aty me majt kafsht. U dash me çu kafsh dikon pak më larg, dikon ka Arafat ose pak më larg, e aty nuk ju ka lejuar, domethënë që mos me qëndruan natën në Mina, bile aty nuk ju ka lejuar që edhe me i gju gurt për 2 ditë në ditë. Për shembull, për ditën e 11 dhe 12 me gjuhë 11, apo për 11 12 me gjuhë 12 nuk kanë nevojë për çdo ditë me ardhmë me gjuhë gurt. E për atë thojnë dietarët se mendimi i shumicës së dietarëve është që qëndrimi në Mina mas Bajramit, ditën e 2, 3, 4 Bajramit është vajxhib me qëndru aty, edhe ai i cili e lën do të marrë vazhdim duhet me prej kurban, edhe pse në thonë mendimi me dhejbet Hanefi është që në më thonë qëndrimi në Mina është vetëm sunet. Qofse thjesht njeriu e gjunë gurt, e prejnë kurbanin, qofse ka me prej kurban, i rrum flakt, e bën tavafin, e bën sajin, ka qëndruar 3 net apo 2 net në Mina, i ka gjunë gurt, edhe thjesht i ka kry gjitha obligimet që kanë bëjnë me haxhin, i mbetet vetëm një punë. Ajo është domethënë tavafi lam të mirs, që thjesht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që ai person i cili don me dal prej Mekës, le të jetë domethënë ai përshëndetja e fundit që bën njeriu me çabën, me bë tavaf rreth domethënë çabës, edhe kjo është vajxhib sipas shumicës dietarëve. Edhe nëse e lën, duhet me prej kurban. Mirë po, duhet me bë këtë tavafin në disa orë para semonisë, jo shumë gjatë, po e bën tavafin, mund me shku nashta me marr buk, e bën tavafin, i pret grupin tënd derisa të bëhen gati. Ajo me shku 12 orë, e nashta 24 orë më herët, do të thonë me bë tavaf se tavafin lën të mirës, e kur keni munis nesër valla, kur mbrëmje, 24 orë më herët. Ajo një kohë që mundet maksimalisht duke u bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur tu kthye mase që e kanë bërë tavafin lëm të mirës, Ajshës i ka met zheg që këtë po kthehen me haxhe me umre, aja ka pas yzer e ka bërë vetëm haxhin. Domthonë ka bërë haxhin Kiran. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vllaut Sajn Abdulrahmanit, merre motrën tonë, na po presim çito, shko dilni jashtë kufive të Mekës, ku dal jashtë haremit, që tash është xhamia e Ajshës, bëni një jetë për atyhet, e let vjen, let bën umre, dhe më thonë motra jote, që e llogaritin dietarët, që kjo koha parafërsisht me shkue prej që atyhet, ndejre ta shkuar xhamia e Ajshës, të Naimi që quhet, e me orë me bën umre, maksimalisht është 6 orë. Që i bien që në rastin më të keq, njeriu mas tavafit, maksimalisht 6 orë, mos të kalon më tepër. Kalon 7 orë, 8 orë, 9 orë, 10 orë, 10 orë, faktikisht shko duhet të herë me bë tavaf lëm të mirë se nuk të ngjehet ai më herët. E qofse realisht e ke bë, edhe thjesht ti ne bë gati këni plan terminin 6 ora, edhe këtë dëmon organizimi ka qenë 6 mirë, po kanë dalë disa çështje jashtë kontrollës.
jo prej dëshirës tone, mirë, po as nuk ju kanë leju tash me shku në qabe, me bë tavafin e të mers, as munis, atëherë jem i arsyetuar, për ndryshe nuk i arsyetuar. Vetëm disa persona janë të arsyetuar. Vetëm gruaja me yzer është e arsyetuar, domthonë mos me bë këtë tavafin e të mers. Ka se kështu ka ardhur, domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Zejnebja, bashorti atina, domethënë që ka kryer haxhin, e kanë ardhur për mëshmet, i kanë ardhur menstruacionet, edhe i ka ardhur keq, edhe mi tregu pejgamberi se Aisha ka tregu se kjo ka këtë arsye, atë i ka thonë që thjesht përshëndetja e juve me Mekën le të jetë tavafi, përveç ajo gruaja e cila domethënë ka domethënë yzer. E masi që të kryen edhe tavafin e të mers me Mekën, hallashtiset me haxhin e kryen, mirë po është sunet njeriu domethënë me vazhdue edhe me vizitue domethënë xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aty kur të viziton xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është mirë me vizitu varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, varrin e Abubekrit, varrin e Omerit, më dhon selam, me bë dua për ta domethënë më fal në bashkën për bashkëve të xhenetit, me shku me vizitu varret e muslimanëve aty në Beqi, me shku me vizitue domethënë varret e dëshmorëve të Uhudit, me shku më fal domethënë në xhamin e Kubas, xhamia e parë ndërtuar në Islam, se ka thënë pejgamberi sa sa më çaj se merr ata abdes dhe shkon më fal në xhami, domethënë ka shpërblimin si me bë umre, realisht edhe me kaç domethënë përfundon haxhi, tash kisha treguar vetëm në mënyrë pak më qartë se cilat janë kushtet që pa to s'bën hiç, e cilat janë vajibate që nëse i lën duhet me prej kurban. Se për këtë haxhi ka 4 kushte, ndoshta i kena përmend edhe ditë, për shkak të atyre dimeve që kishin më udhëtu për haxh, janë 4 kushte që pa to nuk ka haxh. Është niyeti që me bë haxhin, e dyta është qëndrimi në Arafat, e treta është me bë tavaf, edhe e katërta është me bë saj. Pa çdo të katërtat njeriu nuk ka haxh. Qëse se bën niyetin me bë haxhin nuk ka haxh. Innamal a'malu binniyat, ka thënë pejgamberi sa, veprat shpërblen sipas qëllimeve. S'kan qëndruar në Arafat. E pejgamberi sa ka thënë el hajju Arafa. Haxhi, boshti i haxhit është Arafati. S'ka qëndruar spaku disa momente gjatë ditës së Arafatit deri në ditën para se me lind dielli, për ditën e Bajramit, se dita e Arafatit, Arafatin mundesh me nxon edhe nëse nxon natën, s'ke mujt ditën, ke ardhur natën para se me lind dielli, domethënë ditën e Bajramit, nëse veç për një moment ke qëndruar në Arafat me lejen e Allahut azza xal, e ke mrije, mirë po s'ke me mujt hiç me qëndruar në Arafat, nuk i haxh. Tavafin me bë tavaf, nga se pejgamberi Allah azza xal ka thonë wal yatawafu bil bejtil atiq, edhe le të bojnë ata tavaf rreth shtëpisë së vjetër. Shtëpisë së vjetër është fjala shtëpia Çabja, se është shtëpia e parë ndërtuar për me madhru Allahun azza xal, e mas andaj edhe me bë sa'jen, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë bëni sa'i, se Allahu azza xal ka bë obligim sa'jen, e ka ardhur nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha se Allahu nuk ja pranon, nuk ja plotson haxhin apo umrën dikujt nëse nuk bën sa'i. Këto janë 4 që nuk zaventësohen, ndërsa janë 7 domethënë vajibate që nëse i lën njeriu me qëllim duhet me prej kurban. E para është nëse njeriu e ka lënë mikatin se ka bën jetë me hin në ihram. Faktikisht që tash je nis prej Prishtinës edhe me shkua në Gjidde. Ju kom tregu se para se me hi në Gjidde, diku një 20 minuta, 30 minuta është mikati, edhe të tregojnë, dhe më thonë, stewardesat që thjesht që tash përkalojmë ose pilotit që tash im du kalu mikatin. Edhe që aty duhet me bon jetë që njëri po hin edhe në haxhës e numre. E ke kaluë që to se ke bon jetë, edhe i shku në Gjidde ke zbrit, thu po du me bo tash njetë se mos mund është mu këthyje atje, se je me grupë. Atër faktikisht e kelon një vajib se o dash me bonjet ku e kam pas venin më bonjet. E duhet me prej kurban, që se mund është mu këthyje, do të mu këthy. Së mund është mu këthyje e vazhdan, mirë po duhet me prej kurban se ke bonjet, dhe se në hi një hram, aty ku dash me hi një hram.
qëndrimi në Arafat, me qëndru një moment është kusht pa qëllën zbohet. Mirë po menajt deri në perëndim diellit është vajib, edhe me bo me dal pe Arafatit, para se me perëndu dielli, realisht duhet me prej kurban. Po elhamdulillah domon organizatorët tonë, domon në Bashkinë Islame faktikisht kur nuk ka ndodhur që me dal pe Arafatit, domethënë para, domethënë se me perëndu dielli, përkundrazi ndoshta edhe pak shtyje desa të bëhet organizime, mirë po është domethënë vajib me nejt deri domethënë perëndon dielli. Është vajib me nejt Muzdelife në qiellin e hapur ku nuk ka shatora të natën me nejt. Thash ka për dietarëve që thonë është vajib deri në gjysmën e natës, e mendimi më i saktë është se deri në gjysmën e natës, mas gjysmës e natës i lejohet smutit e grave pleqve, edhe përcjellësave të tyre me dal për atyre. Për ndryshe të shnoshit e kanë obligim me nejt deri në sabah. Nga se realisht me thonë dikuna ke qëndrua dikon një natë, nuk mundesh me i thonë që fse ke qëndru gjysmën e natës ose më pak. Logjikisht i bjen që nëse ke qëndru 2/3 e më tepër, që atëherë ke qëndru natë. Se për ndryshe nëse ke qëndru një pjesë natës, gjysmën e natës, nuk llogaritet që ke qëndruar duke u bazuar në atë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, siç e tregova, ka qëndruar edhe pse i ka lejuar pleqt e gratë derisa ka fal sabahun dhe mos e ka fal sabahun dal pe aty. Qëndrimi në Mina, që tash mëdhhebi Hanefi thotë është sunet, gjitha mëdhebe tjera pothuajse thonë është vajib, thonë me bë me elon me vetë dëshirë, duhet me prej kurban, gurt me i gju, edhe ato sipas radhitjes është vajib me elon në i guri. Ata janë 3, njëun se e ke lon, ose si ke gju, vallai kom gju 5, si kom gju 7, duhet me prej kurban, sipas mendimit më të saktë. Me i prej flëkt, apo me i shkurtu flëkt, është vajib, me thonë Allah po duhet me kry haqe, po s'po du me prej flëkt, po unë në shmilon, bën gjuna, më duhet edhe me prej kurban, edhe vajib është, dhe më thonë njeriu me bo tavafin lem të mirës, se në qëfë se e len tavafin lem të mirës, par syje, atëherë duhet me prej edhe këto kurban. Dërsa umreja i ka 3 kushte bazike, që pa to zbën. E ka ihramin, apo njetën me hinë numre, e ka tavafin, e ka sa'jen, ndërsa i ka vetëm 2 obligime. Obligimin e parë e ka që thjesht që atë njetën me bane pej mikatit, që thash s'bën me kalu mikatin me vetë dëshirë, se qoftë se e kalen duhet me prej kurban, edhe dyta me shkurtu flakt apo me prej flakt, dhe më thonë janë, dhe më thonë është vajib e nuk është pjesë përbërëse apo pa cilën nuk bën umreja. Shekh Uthemini, ka për dietarëve thonë që edhe në umre, si në haqë, tavafi lem të mirës, dhe më thonë është vajib edhe duhet qofse len me prej kurban. E qofse njeriu nis me mba haqë, po s'ka mujt me qëndru në Arafat, ka Arafati, çka me ba? Ka ardhë dhe më thonë, qofse thjesht njeriu kur është nis me ba haqën, e ka kushzu që në qofse kam mundësi me mri, unë e ku me kry. Unë del në i punë, në i penges, unë e lirohë në aty pe ku, dhe më thonë, unë del e penges, nuk i kur fara obligime, dhe këtë e kemi sëqaruar. Mirë po në qofse se ke bon, dhe më thonë, këtë kushzimin që thjesht ku të mdel në i punë, unë e më lirohë, dhe më thonë ka arë pe Omeret radhiyallahu ta'ala anhu se i ka thonë fetva Ebu Ejub el-Ansarit, se ka thonë që edhe pse s'ke mujt me mbrit tavafin, haqin tënë të shëndro në umre. Edhe në vitin e ardhshëm, dhe më thonë bëne haqin edhe prej kurban që dhe më thonë e ka krahasuar se ai i cili pa mundsohet me shkuve dhe më thonë haqë. Nga se, e kemi cekur dhe ma heret, është në më thonë el muhsir, a i cili penguhet, niset me shku në haqë e penguhet s'mund dhe mri. Si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe më thonë para se më shqiru Mekja, është nisë me ba umrën e jenë nalë në Hudejbije,
s'kan mujt me hi, edhe aty faktikisht jenë liru pe ihramit, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe këtë shokët të 10 rasti kur pejgamberi sa mi thoshte sahabëve lirano se domethënë faktikisht s'po mundum si vjet me bë umre dhe këtu po përfundojmë umren ton, ata sahabët ju vjen të zër se çish mu liru kur ales kanë mujt me mbrin Mekë edhe me bë tavafin. Edhe pejgamberi sa hen i brengosur në tendën ku ishte Ummu Seleme, edhe i tregon atë hallin që aty ndodh. Aty e këshillon Ummu Seleme, thot po fillo të i pare, dhe të shohin ata ty që i të ulirue pe ihramit, edhe del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i prem flokët, edhe faktikisht këtë sahabët tjerë veprojnë ashtu siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ka ardhur në ajet kuranor fe nuhsirtum famastaysara min al-hadi, qofse jeni nis për haxh e ju delni pengesë e nuk e keni kushzuar, atëherë preni dhe një kurban që siç ka vepruar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E këtu e kemi thënë edhe më herët, kemi thonë që ai i cili domethënë i pamundsohet, a është i pamundsohet vetëm pe armikut, apo në rrugën e Zotit ndodh me taksirat aksident, ose realisht ka domethënë arrest kardiak, a i është për qëllim domethënë të pamundsu vetëm nga armiku, a hin këto edhe arsye tjera që të pamundsojnë me krye domethënë haxhin, sipas mendimit më të saktë këto arsye që të pamundsojnë hin në këtë çështje. Mirë po me prej kurban, kanë thonë që s'kpren kurban, le të agjëron 10 ditë 3 në haxh 7 kur kthehet, si ai i cili ka haxhin të metu apo kiran, edhe pse kemi sekur ka për dietarëve që nuk e përkrojnë këtë mendim, nga se nuk ka nevojë për këtë analogji, nga sa ajo vlen për diçka tjetër, e kjo është rast tjetër. Do shta me kaq po përfundojmë, nuk e di ndoshta ka met në ligjërat apo 2, edhe me kaq po përfundojmë me lejen e Allahut azza wa jall dispozitat që kanë bëjnë me haxhin, nuk e lutur Allahun azza wa jall që të na bën për atyre që e kem dert edhe zemrat tona janë të ndëlidhura me Çabën, me ato vende të bekume. Allah na mësoft që edhe ne me vizitu sa më shpejt, qoftë me umre, qoftë me haxhit që këllët kanë në uthuar, Allah azza të ruan dhe të mundson që të kryejnë obligimet e tyre, ashtu siç është ai i kënaqur me ta. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.